Mosha më rëndësishme e jetës. Që shita një sfidë. Po aq e bukur sa është, aq edhe e rrezikshme është. Si zgjedh çfarë personi do që të bësh në të ardhmen. Periudhë pak më e vështirë për ne, pra njerë prindit jetën tonë në këtë moment është më e rëndësishme. Gatuen nga shoqëria më e rritur, nuk janë ashtu sepse ata kanë lindur ashtu. Ata janë adoleshentë. Dhe unë jam një prej tyre. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në episodin e parë të Adoleshencë. Në këtë hapësirë ku ne do të trajtojmë çështje që na prekin çdo ditë ne si adoleshentë. Unë jam Raisa Dervishi dhe jam 17 vjeç dhe do të jem me ju në këtë rrugtim që shpresoj të jetë sa më i gjatë dhe sa më i vlefshëm. Ka ditë kur mendimet na peshojnë më shumë se çanta e shkollës dhe kur heshtja na duket më e lehtë se sa të flasim. Prandaj jemi sot këtu për të thyer heshtjen. Në episodin tonë të parë, ne kemi vendosur të trajtojmë një temë shumë të rëndësishme, shëndetin mendor, dhe jo më kot, sepse shëndeti mendor mbetet akoma një temë e heshtur dhe shpeshherë tabu. Kemi zgjedhur një metodë jo krejt tradicionale për ta trajtuar si temë. Fillimisht kemi vendosur të bashkëbisedoj me një ekspert të fushës, me psikologun Elidon Shehu. Atëherë përshëndetje Elidon, mirë se erdha. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Të falenderoj pa mas që pranove të bashkëbisedosh me ne për një temë që shpeshherë për në adoleshentër, për bashkëmoshatarët e mi, është shumë delikate. Atëherë pyetja ime e parë është çfarë përfshin për ty shëndeti mendor dhe sa i rëndësishëm është? Për ne specialistët, psikolog, psikiatër apo dhe mjekësi në përgjithshme, por edhe shoqërinë, shëndeti mendor është kryesorja. Vetë studimet e OBSH-s kanë çuar në të tretin shëndetin mendor, por po vazhdon të rritet. Pra problematikat e shëndetit mendor fillojnë edhe të rriten. Këtu në Shqipëri, tek neve, kemi proces shumë pozitiv. Por pozitiv do të themi për mënyrën se të rinjt, por edhe grupmoshat e tjera interesohen për shëndetin mendor, ndryshe nga më përpara gjeneratat e tjera. Shkojnë tek mjeku, marrin informacion, shkojnë tek psikologët, por ka dhe një problematik. Problematika që neve e hasim për ditë apo më shpesh këto kohë të fundit është vetë diagnostikimi apo marrja e medikamenteve pa një recetë të një specialisti apo informacionet e gabuara që marrin në që shohim shabllon në internet edhe shpeshherë mund të jetë të gabuara. ChatGPT e të tjera me radhë si këto. Okej. Tani shumë prej nesh thonë që kam ankth. Kur mendojnë që ankthi është problem dhe kur jo? Ankthi është një proces që ndodh në mendjen e njeriut ose zgjohet në një situatë të caktuar. Përpara një provimi, një i ri apo kushdo ka një ankth. Por nuk do të themi se ky është një ankth negativ, sepse ka dhe ankth apo stres pozitiv, të cilën neve na zgjon impulset, të cilët të përpunojmë edhe të mendojmë sa më shumë që t'japim më të mirë në këtë provim. Apo në një situatë tjetër të caktuar përballë një interviste apo përballë një aktiviteti sportiv apo kulturor. Kjo është pozitive, jo çdo gjë neve do ta identifikojmë si negative. Problematikë që vihet të re tek të rinjt, të paktën edhe në ata që kanë pasur në klinik, vetë diagnostikimi. Caktimi me anë të atyre që thamë sipër ChatGPT, informacioneve apo parë në YouTube, informacioneve të papërpunuara. Vendosin diagnozë, kem ankth, depresion, stres, apo vendosje edhe diagnoze më të rënda, unë jam borderline, bipolare, të tjera si këto, të cilat në këtë moshë, të cilat janë adoleshentët, dhe vetë fokusi pastaj që unë kam këtë lloj problemi, fillon e ndryshon edhe sjelljen e tij dhe atribon vetes një problematik që ndoshta nuk e kanë të vërtet, po. Nuk e kanë, jo ndoshta, por vërtet nuk e ka, sepse është një specialist që dhe ka një protokoll të gjerë, i cili do të diagnostikojë këtë gjë. Okej. Pra, mendoj që vjen nga mos informimi. Fatkeqësisht neve mos informimi mirë, bëhet fjalë. Mos informimi mirë dhe ajo se çfarë po marrim neve shumë shpejt si shoqëri, pra ato videot e shkurta, informacioni sa më shpejt. Për çdo lloj gjë nuk duam të kemi kohë tek një mjek të presim radha apo disa ditë takime apo seanca që të kuptojmë vërtet se çfarë jemi, por i duam se ato videot e Instagramit, TikTokut e tjera si këto i duam shumë të shkurtra. Për 15 sekonda duam përgjigje. Të mbaroj, po. Ju e dini shumë mirë që ne adoleshentët gjysmën e ditës sonë e kalojmë në shkollë. A mendon se shkolla, notat, presioni që mund t'ju jap familja ose mund të kenë zdyshat, ndikon me vërtet tek depresioni ose tek ankthi tek adoleshentët?
Apo nuk e shef si faktor kryesor? Sigurisht që ndikon. Pra, neve të themi ta përjashtojmë, jo, nuk e përjashtojmë dot. Të gjithë jemi nxënësit janë në një garë ku ata duan të japin më të mirën e tyre, të marrin rezultate sa më të mira dhe të arrijnë në qëllimet e tyre. Por çfarë ndodh në emocionet apo në gjendjet e tyre që ata ngarkojnë? Por emocionalisht të rinjt janë si një Ferrari me frenat e një biciklete. Pra, zhvillimin emocional e kanë shumë të formuar, por arsyetimin e kanë në proces ndërtimi. Në studimet e fundit ka shkuar që arsyetimi shkon deri në moshën 25 vjeç apo dhe më lart tek disa persona. Pra, të gjithë këtë lloj presioni që ata kanë për të marrë një rezultat sa më të madh në shkollë, në disa persona apo dhe në situata të caktuara të gjithë të tjerët kanë këtë presionin dhe çdojnë me anë të një lloj sjellje që ata kanë, me anë të një lloj gjendje emocionale që kalojnë, sepse jo të gjithë do të jenë perfekte dhe njeriu prej emocioneve përbëhet në sjelljen e tij dhe fillojnë edhe kanë situata të pakëndshme apo mbyllen në vetvete apo një problematik tjetër. Por jo domosdoshmërisht neve këta të rinj do t'i diagnostikojmë me një problem të shëndetshëm mendor, të theksuar apo diçka tjetër. Okej. Nga eksperjenca juaj, si mendon, arrin që të rriturit, pra në këtë rast për neve janë prindërit, familjarët e tjerë, a mendojnë se i kuptojnë me vërtet problemet tona, apo kanë disa pak probleme, ndoshta edhe nga formimi i tyre, ndoshta edhe nga mentaliteti për ta kuptuar? Pra, si mendon? A na kuptojnë aq sa duhet në përgjithësi, po flasim? Termi i prindërve është, të gjithë prindërit thonë, unë të kuptoj shumë mirë. Por kuptueshmëria e prindërve është edhe nga formimi i tyre. Po, nga formimi, prandaj përmendoj. Pra, niveli kulturor, artësimor, por edhe lloji i punës që ata i bëjnë. Ka prindër që mund të kenë një nivel shumë të lartë kulturor dhe artësimor, por nuk arrin të kuptojnë vërtet. Mua më ndodh shpesh në punën time me prindër të cilët kanë këtë nivelin kulturor dhe arsimor. Po nuk shpenzojnë kohë. Nuk shpenzojnë kohë. Mjaftojnë në atë përgjigjen që çdo gjë shkoj shumë mirë tek fëmia e tyre, por në fakt nuk ka shkuar ashtu siç duhet. Pra kemi fëmijë të dobët emocionalisht, fëmijë të braktisur emocionalisht dhe të braktisur nga vëmendja e prindërve. Po. Dhe sigurisht që kemi fëmijë shumë të suksesshëm, me një nënë që është shtëpiake, me një baba që bën një punë të zakonshme dhe i harxojnë shumë kohë tek këta dhe janë fëmijë vërtet të cilët i ndajnë emocionet e tyre, i ndajnë problematikat e tyre dhe janë më të zotët në marrëdhënie me të tjerët. E kuptoj. Pra, prindrin tek adoleshentët shef si faktor kryesor për të shperur probleme. Prindërimi është si tek fëmijët edhe tek adoleshentët është hallka kryesore e të nisjes atij zinxhiri që ky i ri të jetë sa më produktiv për familjen, për shoqërinë, por edhe për veten e tij. Pra, në fillim është vetja, pastaj këto të tjerët. Shumë dakord. Çfarë gabimi bëhet më shpesh në momentin që ne adoleshentët përpiqemi të komunikojmë problemet që ne mund të kemi? Tashmë, të gjithë adoleshentët, ato që çfarë neve kemi vënë re, është marrja e informacionit të jashtëm të papërpunuar. Duke e bazafaquar me ndjesitë dhe emocionet e tyre. Dhe vetë diagnostikimi apo referimi i një shoku, shoqe, apo të dëgjuarit në një emision televiziv që edhe unë jam si ky, dhe unë po vuaj si ky. Por do të kuptojmë një gjë, atë se çfarë neve kemi parë në informacion që unë kam këtë lloj problematike sot një adoleshent, ka bërë një përmbledhje të atij algoritmit të atyre videove, sa sekonda ka kaluar apo të atyre informacioneve. Informacioneve shablon, pra. Nuk është vërtet ajo problematikë që ai mendon se e ka. Prandaj duhet shumë kohë ose shumë kohë duhet që të shkojë tek specialisti, të flasin. Fatmirësisht ne kemi punonjës social, psikolog nëpër shkolla, të cilët të rinj duhet i ndajnë këto problematika ose edhe këto mendime. Nuk i ndajnë, mendoj që nuk i ndjes për ndërprerjen, mirë po nuk i ndajnë duke qenë se nuk kanë besim. Edhe punonjësit sociale që janë nëpër shkolla, flas nga eksperjenca ime, po edhe çfarë kam parë në gjimnazet e tjera ose në shkollën nëntëvjeçare, mendoj që janë thjesht aty sa për emrin, më kupton? Nuk mendoj që kanë atë lloj qasjen e ngrohtë që duhet ta ketë një psikolog. Pra nuk ta japin atë hapësirën që ti të shkosh edhe të bësh një bisedë për problemet e tua.
sigurisht që ka pasur probleme nga psikologët. Njëra nga problemet që është më e dëgjuar është shkelja e kodit etikës, prendarjes së problematikës së një të riu me mësuesit apo me personat e tjerë dhe këtu humbet besimi. Pastaj çështja e profesionalizmit është gjë tjetër që duhet të tjerë të cilët mund ta vlerësojnë tek gjithsecili. Por për mua i mshoj më shumë kësaj gjëje që një i ri të shkojë tek ky psikolog që ka pranë shkollës apo kudo që mund të takoj. Dhe mos ta mendoj që nuk është edhe aq shumë profesionist sa mendon, por do jetë më produktiv dhe do t'i japi më shumë pozitivitet nga ajo se çfarë do ta marri në rrjetet sociale ose nga persona të tjerë që nuk janë specialistë. E kuptoj. Sepse është shumë e rëndësishme ndarja e bisedës, kontakti sy me sy, është shumë e rëndësishme nga të gjithë këto të tjera që na rrethojnë. Për mbyllje, do doja të dëgjoj disa këshilla nga ana juaj për adoleshentët, pra për komunikimin e problemeve. Qoftë edhe për prindrit, se dhe ata kanë gabime. Mendoj që prindrit janë një hall kryesor, sepse do ta bëjnë komunikimin edhe marrëdhënien sa më komode, në mënyrë që ne adoleshentët tregojmë sa më të hapur ndaj atyreve. Pra siç e thanë dhe bashkë pak më parë, që mos mjaftohen vetëm me një pyetje edhe ne as përgjigjen klishe jam mirë, gjithçka shkoj mirë. Çfarë këshille ju jep adoleshentëve dhe prindërve? Neve nuk duhet i bëjmë, sepse po i vendosim edhe prindrit me shpatulla mbas muri, do të kuptojmë edhe problematikat ekonomike, sociale që kanë edhe ata. Dinamika e jetës është bërë shumë e vrrullshme dhe shumë e shpejtë, sa që kalon ajo dita sa zbardh ora 7 dhe mbyllet shumë shpejt. Janë gjëra që lidhen zinxhir. Por do të kuptojmë një gjë, çdo prind ne bëjmë tek fëmijët e vegjël, por kur arrojmë pastaj kur fëmia arrin 18, 17 që bëhet një adoleshent. Ne fëmijës të vegjëlve u flasim, çdo gjë u tregojmë edhe për përditshmërinë tonë, i pyesim se çfarë bën në shkollë. Dhe ndihemi shumë mirë kur ai fillon edhe na përsërit fjalët, na thot ato që neve marrim, por kur ky fëmijë rritet, bëhet një adoleshent, neve harrojmë. Pra të gjithë prindrit nuk e pyesim më. E vërtet. Ndoshta e pyesim atë rutinën si shkoi sot, pati ndonjë gjë, nëse na e ndan sepse fëmijët shpesh edhe i testojnë prindrit në pjesën më të madhe. Dhe nëse një adoleshent ka një problematik, sot një shokë im apo shoqja ime bëri këtë gjë dhe ka një reagim jo pozitiv nga prindi. Bën një krahasim, po. Bën një krahasim dhe nuk ja ndajnë me atë problematik, sepse e kuptojnë reagimin. Nuk e shohin më si. Prandaj unë them që mbështetje. Prindrit duhet të ndërtohet komunikimi sa më pozitiv, sa më të hapur. Duhet të kenë një, ndoshta nuk po them me orë, por 20 minutë me fëmijën të diskutojnë, të ndajnë ato problematikat e tyre, sepse edhe fëmijët dëgjojnë shumë mirë, mësojnë nga problemet që kanë prindrit. Është shumë e rëndësishme për komunikimin dhe ajo që neve themi më shumë komunikimin ballë për ballë, ndarja e emocioneve, ajo gjuha e trupit është shumë e rëndësishme. Në shikim, jo çdo gjë siç thuhet mirë dhe iku, po vërtet nuk është mirë. Të rinjt mos të fshehin përballë prindërve, por qoftë edhe personave të tjerët mendojnë se janë të sigurt për ta. Dhe prindrit, kushërinjt apo dikush tjetër, kujdestari i tyre i ka kaluar disa procese në jetë. Po, ka eksperiencë. Ka eksperiencë. Ndoshta jeta ka pasur situata të ndryshme dhe mendon se ai nuk ka qenë atë kohë, apo babaja apo nëna nuk e përdori mirë teknologjinë dhe ai adoleshenti nuk ja ndan dot për atë problem, por duhet të përpiqen dhe unë besoj se do ta kuptojnë shumë mirë. Vërtet do duket sikur ai nuk di ta përdorë për çdo gjë, kërkon ndihmë për t'i hapur telefonin, por një problematik që ai mund të ketë në sepse krimi kibernetik ka ndodhur shumë edhe më të rinjt janë të prekurit, pra ato ngacmimet që ndodhin apo për ndjekjet online që ndodhin, nëse një ri e ndan, sado prindi mos ketë informacion, do t'i japi një ndihmë, do t'i japi një dorë, sepse prindi aty është për të ndihmuar në çdo lloj situate, jo për ta shmangur fëmijën. Mendoj thjesht edhe për të dëgjuar, ka një lloj lehtësimi në momentin që ti e shfaq problemin, pra komunikon me dikë tjetër. Dhe sidomos për prindit që e sigurt që do të gjejë një zgjidhje. Atëherë Lidon, unë të falenderoj për gjitha këshillat dhe për gjithë informacionin që ndave me ne. Shpresoj që të kem edhe në një episod tjetër. Faleminderit, do të kënaqësi. Faleminderit juve.
Në pjesën e dytë, do të bashkëbisedoj me dy bashkëmoshatarët e mi, Livia Lanin dhe Emanuel Murataj. Tani jemi vetëm, nuk ka përgjigje të sakta apo të gabuara, ka vetëm mendime reale. Emanuel, mirë se erdhe. Livia, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta, shumë kënaqësi të jem sot në këtë program që e kemi ideuar bashkë me Aidën patjetër, dhe jam shumë e lumtur që filluam, edhe mezi po pres të shoh vazhdimin. Okej. Emanuel, kam një pyetje, po nis me pyetaren, siç unë vetëm në këtë mes. Të ka ndodhur ndonjëherë ti je shumë i ngarkuar emocionalisht, por në fakt nuk e ke ditur arsyeën pse? Po, normal që më ka ndodhur. Mendoj që nganjëherë ne ndihemi keq thjesht pa e ditur arsyeën. E kuptoj. Po ti Livia? Sigurisht, patjetër, domethënë unë jam pak e çuditshme shumë herë, sepse mendoj që ndonjëherë në mëngjes edhe them, ora mos kam bërë asgjë me jetën time. Ndërkohë që unë jam vetëm 17 vjeç, edhe po ta marr gjithë ciklin e jetës time, mendoj që kam bërë jo për të mburur as, Patjetër. më vjen keq. Mos treguar je modest, por që Por që mendoj që kam bërë shumë gjëra në jetën time për cilin jam shumë krenare që kam bërë dhe patjetër dua akoma dhe më shumë bëj. Por që ndihem shumë herë ngarkuar, e mërzitur, ndoshta edhe nga përshmëria që kam për veten, shpesh herë jam më tepër se ç'duhet, edhe ngarkoj shumë trurin tim edhe pa arsye. si vendos ta menaxhosh këtë smirëkesë emocionale? Mundoj më rreshet, domethënë dhe kur e shoh veten që po e ngarkoj shumë trurin, mundoj të them Oliv shqetësohu, sepse nuk ka asgjë të keqe, patjetër mundohem të kaloj kohë me shoqjet e mia, me familjen. Unë që të dëgjoj muzikë, sa herë që jam keq, sa herë që jam edhe e lumtur dhe e mërzitur, muzika është si terapi për mua. Dhe unë shkruaj shumë, më pëlqen shumë të shkruaj, të lexoj, edhe çdo ato mendime negative që kam te koka ime, thjesht marr një letër edhe thjesht shkruaj, humbem aty në botën time për ja 2 orë edhe pastaj dalë dhe jam shumë Letësohesh. Jam po më e lehtë. Pra e ke si mënyrë largimi nga realiteti jot. E vërtet. Okej. Po për ty Emanuel, cila është metoda që ti vendos të largohesh pak nga realiteti negativ që mund të kesh për momente? Atëherë, unë personalisht për të qetësuar, për ta qetësuar trurin tim, thjesht falem. Jam edhe besimtar musliman edhe besoj që kur ai stresi i ditës, ajo mbi kërkesa që ne thjesht nuk mundemi ta menaxhojmë dot thjesht duke folur me një person tjetër, pse jo? Pra aty gjen lehtësimin edhe paqen. Lehtësimin dhe paqen. Shumë, më pëlqen shumë si mënyrë. Në fakt jam munduar dhe unë ta praktikoj shpesh herë. Mendoj që është një nga mënyrat më efikase. Më efikase. Sepse për ne që besojmë, edhe për ne që kemi zgjedhur fen, shpesh herë kur na ndodh që jemi të mbi ngarkuar emocionalisht ose kemi ndonjë stres që mendojmë që nuk jemi të gatshëm ta përballojmë dot. Unë për vete, nuk e di për ty Emanuel, mendoj që jemi të ngjashëm në këtë aspekt, që aty i gjejmë paqen shpirtërore. Paqe, eksaktësisht. Si e ke komunikimin, zgjedh të flasësh, ti përshtrosh ato anët negative, negative që nuk kesh apo? Që me Zotin flas sikur po flas me një përveç me të një falësh shok. namaz, patjetër. Përveç namazit, pastaj ke duat që thjesht e shpreh gjithë zemrën tënde dhe gjithë mendimet që ti ke i shpreh aty Për shpresuar që të bëhet më mirë. Për shpresuar që të bëhet më mirë. Edhe pse jo mos flasësh me atë qenie që realisht ka diçka ndorë për ta bërë më mirë. Shumë ide e mirë. Atëherë siç ju e dini, Livia dhe Emanuel, tema qendrore është shëndeti mendor. Unë pak më parë biseduam me një ekspert të fushës. Në shëndet mendor ju dini shumë mirë që përfshihet ankthi, depresioni, patjetër dhe pritishmëria jonë, sepse në shëndetin mendor ka të bëjë me pjesën se si ne me përditshmërinë tonë, pra se si ne reagojmë ndaj situatave të ndryshme, si veprojmë ndaj situatave që ne mund të hasim gjatë jetës sonë dhe gjatë ciklit jetësor. Atëherë doja të bëja një pyetje. Emanuel, i rastitshëm ndonjëherë me episode ankthi? Po, shumë herë. Disa herë? Disa herë. Ku ka qenë hera e parë, mban mend? Hera e parë është të vështirë që të mbahet mend, sigurisht, por mund të përshkruaj pak a shumë atë ndjesinë që kisha herën e parë. Unë me të drejtë nuk e dija që po kaloja një atak paniku, si thua, një ankth. Sepse ato simptomat pak të ankthit për mua janë shumë të çuditshme. Të duket sikur ke ftohtë, por realisht nuk është faj tek moti, tek temperatura. Të duket sikur nuk merr dot frymë tamam, por realisht është gjithçka këtu brenda, është gjithçka në trurin tonë. E kuptoj. Pra e ke përjetuar të dyja në themat parë, edhe episodet ataku paniku edhe ankthin? Po.
Se janë dy gjëra të ndryshme që Janë mos dy nga gjëra të. të ndryshme, po dhe i kam përjetuar të dy. Okej, po ti kime? Ora, të drejtën, kam që kemi edhe idenë për ta folë të temë të parë, edhe gjitha bledhet që mi bërë, e kam menduar shpesh herë a duhet ta them apo jo. Pse? Dhe vetëm gjë që më ndalon, patjetër që është vetëm familja ime, sepse ato nuk janë të ndjenjë për atë episod jetës time, por që dua ta sqaroj që ka qenë një episod shumë i shkurtër, asgjë serioze, unë tani jam shumë mirë, por që ka qenë diku ke klasa e 8, filloi duke më kapur shumë herë ankthiesh, ataku panikut, edhe nuk kisha një arsye, më kupton, nuk është se kisha diçka që Të mundon. më mundonte, thjesht edhe duke bërë muhabet, ndihesha keq, edhe mundohesha të largohesha nga i vend. Dhe prandaj nuk jam thënë familjes time sepse isha shumë e sigurt që do më pyesnin çfarë ke, çfarë të mundon, dhe nuk kisha një përgjigje. Jo se ato nuk do më kuptonin apo Sa tjetër, patjetër. Dhe ka qenë një periudhë të vështirë ku e kujtoj, nuk kam marrë as medikamente as diçka tjetër. Jam dëgjuar shumë fakt që nuk kam shkuar atëherë në një psikolog, sepse ndoshta tani nuk do më rikthej prap. Këto problem po e quajnë thonë sepse nuk është problem as pak, edhe dua t'jap një mesazh për gjithë ato që po na shohin dhe po kalojnë të jetën fazë. Nuk ka asnjë problemi nëse të ka ankthi kot. Domethënë edhe Mos përpishuni të gjeni një arsye, s'ka problem. Po. Është ideja që flisni me dikë, një familjar, një shoqe, motër, vëlla, çfarë do që keni afër jush, dhe më besoni ato që do ju them, po çfarë problemi ke ti se ti ke gjitha në rregull, ti je shumë mirë, E kem terezi. e kem terezi. Jo, ato nuk e dinë se çfarë është ankthi. Thjesht ai të kap edhe po të kapi, njerëz mundohuni që shkoni një psikolog pa diskutim, shkosh një psikolog nuk është fare tabu. Ju pak më parë folët me psikologun Raje dhe nuk ka asnjë lloj problemi që ju shkoni dhe të flisni dhe të mjekoni nëse keni nevojë të mjekoni dhe mos e leni që ajo fazë përkeqësohet më shumë se ç'është. E kuptoj. Para se të jemi në disa zgjidhje, disa mënyra metoda zgjidhje, unë do doja t'ju bënim një thirrje të gjithë adoleshentëve që si fillim për ankthin, për ataket e panikut, ne si fillim të informohemi. Sepse dëgjova pak përpara të Emanuelit, që jam e sigurt që shpesh mund ta kenë ndodhur dhe neve në situata të tjera, por dëgjova tek Emanueli që Emanueli në fillim, jo për keq Emanuel, nuk e di se çfarë po ndodhte. Eksaktësisht. Dhe prandaj, mendoj që në këtë moshë që jemi, mendoj që në adoleshencë pa gjykuar mosha e tjerë, por mendoj që në adoleshencë na ndodhin janë më të shpeshta këto episode. Por që në fillim, unë do doja që ne si adoleshent, gjithë bashkëmoshatarët e të mi, t'ju thoja dhe t'ju komunikoja që duhet të informoheni si fillim. Pra të informoheni jo me informacion të gabuar, shumë e rëndësishme, pra jo informacionin e papërpunuar, ne ta marrim, ta thithim dhe ta procesojmë, duhet të gjejmë informacion dhe një burim të sigurt që ne të marrim informacion në këto lloj probleme, unë për vete nuk konsideroj probleme fare, janë shumë normale, duhet mos harrojmë faktin që janë tepër normale dhe mund të ndodhi çdo kujt prej nesh. Pra, siç po ju thoja, në fillim duhet informoheni se çfarë është ankthi. Në momentin që ju vetë përjetoni, të mos keni frikë, të mos e shqetësoni më shumë veten tuaj dhe të jeni të përgatitur se çfarë mund të bëni. Të jeni të përgatitur me shkaqet e ankthit dhe se si ta përballoni ankthin. Mos harroni që nuk ka asnjë problem. Unë do ju këshilloja shumë që ju të bisedonit me dikë të afërt. Pra, ju nëse nuk e gjeni shpatullën mbështetëse tek familja, kaloni tek shoqëria. Jo tek shoqëria e gabuar, patjetër, se mund të jap informacione ose këshilla të gabuara dhe mund të keq informoheni dhe do ketë pasoja më të rënda, besoj. Unë për fatin tim të mirë, shpatull mbështetëse patjetër që e kam nga familja, por në këtë rast unë jam drejtuar te shoqja ime ngushtë, që e kam te këtu në krahun tim të djathtë, dhe jo vetëm krahun tim të djathtë në studio, por në çdo rrugtim dhe në çdo ditë të jetës time. Unë kam zgjedhur të bisedoj me shoqen time të ngushtë. Patjetër që si fillim kam patur besimin tek ajo, jam ndier rehat se shumë e rëndësishme që ju të gjeni një hapësirë ku ju mund të jeni komod për të folur sa më hapur. Mua në këtë rast Livia më ka ndihmuar pa mas, në mënyrë se si mund ta përballoja ankthin, cilat ishin
pasojat në thonjza, të cilat ishin shkaqet që mua mund të ma sillnin ankthtin dhe episodet e ankthit. Mendoj që krau mbështetës për ne bashkëpunëtarët shpeshherë bëhet shoqëria, siç është bërë dhe në rastin tim. Për fatin tim jam e rrethuar me një shoqëri shumë të mirë, që gjej rastin në këtë rast që kam të lidhje në krahun tim të djathtë se tash, ta falenderoj pa mas. A mendoni që në shoqërinë e sotme, pra ne bashkëpunëtarët, e kemi tabu apo jo, të flasim pra për depresionin, edhe a flitet shpesh depresioni apo ankthi? Është tabu për mendimin tim. Ka qenë në shoqërinë shqiptare gjithmonë tabu, vazhdon të jetë dhe deri diku dhe tani, po mendoj që pak a shumë jemi në atë rrugën e mirë. Po vazhdojmë që ta shohim çështjen e shëndetit mendor çik më seriozisht. Kemi filluar të informohemi pak më shumë. Ka informacion, por nuk ka mjaftueshëm. Ka më shumë ndihmë nga shërbimi psikosocial i shkollës dhe tani, por nuk ka mjaftueshëm. Ndaj është tabu do thoja unë, por mendoj që më pak Po përmirësohet? Po përmirësohet. Okej. Po për ty si mendon? Si tha edhe Manueli, patjetër që është tabu, nuk ka diskutim. Në këtë rast, pra për këto tema, përshëndetje mendor, për episodet e ankthit ose atak panikut, e përdorni teknologjinë si psikologët tuaj në thonjza? Ne përdorim teknologjinë për gjithçka. Tani që kemi dhe inteligjencën artificiale, sigur atë shpatullën mbështetëse që the ti, e kemi gjetur tek ChatGPT-ja. Dhe sado ka ato të mirat e momentit, se shiko, ne shohim si një person ChatGPT-n që nuk mund të na nxjerr ato gjërat që neve ndoshta shprehim dhe ndoshta nuk duam që t'i marrin vesh tjerët. Ndaj neve mund ta quajmë si diçka pozitive, por në fund ditës ChatGPT-ja nuk është një njeri. ChatGPT-ja nuk ka ndjenja, nuk di se si ndjehemi ne. Prandaj neve duhet mbështetemi gjithmonë tek një njeri, një profesionist, jo tek një inteligjencë artificiale që nuk ka ndjenja, nuk ka shpirt, është thjesht një kompjuter. E kuptoj. Edhe unë në fakt nuk jam dakord me përdorjen e teknologjisë domos për këto tema, pra ne mund të përdorim atë për të marrë informacion, për tema që ne nuk jemi të informuar, ama në tema së shëndetit mendor, ankthi apo ataket e panikut, mendoj që është shumë mënyrë e gabuar. Patjetër, ne mund të marrim shenjat e atak paniku, pra mund të googlojmë dhe mund të themi se cilat janë shenjat. Mund të informohemi. Mund të informohemi në lidhje me shenjat e ankthit ose depresionit ose atakut e panikut, por jo gjithmonë dhe jo ta gjejmë ChatGPT në këtë rast si shpatull mbështetëse. Sta presion, mendoni që na jep shkolla. Pra, me shkolla përfshi notat, mësuesit, nxënësit e gjitha me radhë. Për këtë moshën e kemi, shkolla mendoj që është stresi kryesor që ne kemi. Pra është si faktorin kryesor. Po, patjetër. Domethënë, janë ato gjërat e vogla, zgjesh një zysh e zemë, ke një debat diçka dhe ti e di shumë mirë që ajo zysh aty do ta uli notën dhe nuk ka shans ta ngrej. Po, kështu funksionon ke shkolla ime më saktë, nuk e di nëse shkolla të tjera. Përgjithësia shumë guxon. Është stres, patjetër që është stres edhe janë do të them diçka në fakt, se tani që kam rastin do ta them. Kam shumë pak më e vogël, 9 vjeçare, një profesor më tha, ti je analfabete, tha dhe do shesës banane. Një fëmijë i vogël, që në atë periudhë nuk e dinte fare çfarë ishte bota, po e them në thonë, sepse u preka shumë, u mërzita shumë vërtet, sepse më ndoja si të drejqin një profesor në mosh ka para një fëmijë, sa fëmija vet, dhe të arrit i thot ato fjalë. U mërzita shumë, patjetër që kaloj. Po, e përjetova, të drejtën, edhe gjithsesi, profesor, nuk po shes banane, me gjithë respektin për njerëzit që shesin bananes, profesioni dhe puna nuk ka fare gjykim dhe nuk është turp, por që nuk po shes banane, profesor jam për fare. Por që ndodhe dhe në gjimnazë, dhe në gjimnazë patjetër kemi pas probleme dhe me zyshat dhe me shumë. Edhe me nxënësit, mendoj që problemi jonë kryesor vjen nga njëri tjetri, kupton? Gjuki, stresi parë, unë zje për shembull me një show nga klasa, me një show që me dikë, dhe e mbaj gjithmonë gjithë stresin e ditës e mbaj aty, pse ja thash, pse më thash. Domethënë mendoj që problemi jonë kryesor vjen nga njëri tjetri. E kuptoj. Po për ty Emanuel? Atëherë shkolla është një institucion që ka shumë njerëz. Në çdo vend ku ti ke njerëz, detyrimisht do kesh ankth, do kesh stres, do kesh shumë gjëra që ndikojnë negativisht.
Edhe unë kam patur rastet shumëta, si shta edhe Livia për shembull me profesorat, me zyshat, të cilat do ta nuk kanë treguar profesionale. Nuk kanë treguar profesionale, kanë nxjerrë ndonjë fjalë nga goja që nuk është e përshtatshme, është e tepër që ta thonë. Dhe këto realisht të lëndojnë. Pastaj dhe stresi akademik që vjen nga notat. Ka shumë nxënës të cilët duan të mbajnë një nivel të lartë me notat e tyre dhe jo gjithmonë e gjejnë që mësuesi është mbështetës, që bën punën e tij ashtu siç duhet, pa dashur t'i gjykoj, se ashtu janë rrethanat e jetës. Jo, në fakt nuk mendoj që janë rrethanat e jetës, mendoj që profesorët, pa ashtu dhe neve, duhet kemi etik sjellje në fillim, por më shumë kanë për mësuesit, duhet qenë se ata pretendohet që të jenë me më shumë eksperiencë se ne, janë gjithë kohës të rahur me ne nxënësit, me ne adoleshentët, dhe duhet të tregojnë profesional. Pra, si ne nxënësit i mbyllim hallet tona në momentin që futemi tek dera e shkollës, mendoj që njëjtën gjë duhet bën edhe mësuesit. Ka raste patjetër që unë më kuptoj pa mas, ka raste në momente si për nxënësit ashtu edhe për mësuesit, ka raste që nga kërkesa ditore që ne mund të kemi moment të shpërthimi, ama nuk është okay nëse këto momente bëhen të shpeshta. Si për nxënësit, ashtu edhe për stafin pedagogjik. Nuk është në rregull që ti të shfryhesh tek dikush tjetër. Nëse ti ke probleme, duhet të mësosh që duhet të mësosh menaxhimin dhe përballimin. Tu diu këtë, e vërtet. Edhe unë shkollën për shumë prej nesh e shoh si stresin kryesor dhe faktorin kryesor të stresit. Mirëpo unë në fakt mendoj që edhe Livia nuk e kemi shumë problem pjesën e notave, mendoj se aftësitë tona, qoftë në komunikim ose qoftë në një vend të caktuar, nuk mbyllen tek nota. Pra, nota nuk na tregon gjithçka, nuk tregon as pak personalitetin tonë, nuk na tregon ato të mirat që ne mund të kemi, edhe pse nota është negative. Pra, jeta jonë nuk mbyllet tek një provim apo tek një notë negative që ne mund të parim. Patjetër, në këtë moshë jemi, mendoj që ne duhet të kemi ambicie dhe që të kemi për ato ambicie ne duhet të punojmë, patjetër që po. Me rëndësi është si fillim ne të kemi guximin dhe vullnetin. Pastaj pjesa tjetër e notave apo e shkollës, mendoj që është e diskutueshme dhe nuk kemi pse ta marrim aq me stres, se thash dhe pak më parë që jeta jonë nuk varet thjesht nga provimet e maturës në këtë rast për neve, apo edhe nga ndonjë stres tjetër. Në mbarimin e gjimnazit ne do zgjedhim atë profilin ton, edhe nëse kemi zgjedhur gabuar, është kjo mundësia që ne kemi kohë ta ndryshojmë pra mbaroj një vit akademik në universitet, nuk na pëlqen, bëjmë zgjedhjet prap, që nuk ka asnjë lloj problemi. Rrjetet sociale për ne, si mendoni, na bëjnë të ndjehemi më mirë me veten apo më keq? Rrjetet sociale janë vendi ku mblidhen gjithë njerëzit toksik, edhe thjesht shprehin ato që nuk mund ta shprehin dot në jetë reale. Këta njerëz përmes ekranit fshehin realitetin e tyre. Duke fshehur realitetin e tyre, ata bëjnë edhe të tjerë të ndihen keq, qoftë nëpërmjet memeve, nëpërmjet komenteve negative, të cilat janë të shumë. Unë mendoj që në rrjetet sociale duhet të ketë një censurë të paparë për komente negative. Mendoj që këta njerëz që bëjnë komente negative, që mund ta bëjë dhe ne mbas këtij episodi, që jam shumë okay, nuk më intereson fare, varet shumë me personalitetin e personave. Pra këta njerëz kanë në dorën e tyre një telefon dhe asgjë tjetër, unë i quaj të papunë. Të papunë dhe me probleme të theksuara me personalitetin e tyre, me vetbesimin dhe me mbledhje të mbetura me veten e tyre. Sepse një person të shkoj në atë pikë sa të shohë një video dhe nuk i shkon në përmend së pari të bëj scroll, po futet dhe bën një koment negativ, unë mendoj që ka probleme theksuar me veten e tij. Dhe mendoj që rrjetet sociale, që thash edhe pak më parë, duhet të kenë një censurë të paparë për këta njerëz, pra që mos lejohen komente negative për njerëz të cilët zgjedhin që dëshirat e tyre apo pasionet që ata mund të kanë ti përcjellin në rrjetet sociale, qoftë në TikTok, në Instagram, nëpërmjet fotove, nëpërmjet videove, nëpërmjet vlogjeve e të tjera me radhë. Në momentin që ti do kesh ambicie për veten tënde dhe do jesh i mirë plotësuar dhe i mirë formuar, nuk mendoj që do kesh kohë për të bërë dhe nuk do të shkojnë në përmend për të bërë komente negative. Në përgjithësi, këto njerëzit të cilët janë haters, le të themi, kanë, siç the edhe ti, probleme me veten e tyre. Ata atë problem që nuk e kanë zgjidhur dot. E komunikojnë, e shprehin, e pasqyrojnë,
tek komentet e tyre negative dhe duke ulur të tjerët, ndërkohë që për vete nuk janë as pak më mirë. Unë në Instagramin tim e kam shumë privat dhe kam vetëm njerëz që unë njohin dhe nuk para postoja, nuk kam por që na ka ndodhur patjetër shpeshherë që edhe ti dëgjosh live, po edhe ti dëgjosh marrë pas shpine, po edhe të shkruaj në Instagram, kupton, nuk më ndikojnë. Unë personalisht jam një njeri që qesh me ato komente, i marr shumë pozitivisht, më thonë se nuk mund të marrësh pozitivisht një koment që ty të degeneron, nuk ta mbajmë degeneron. Na nuk kemi familje dhe në gjërë, ne jemi familje nërmale. Një koment që ty patjetër të shan, të ofendon, patjetër, por që patjetër do jam shumë dakord që çdo njeri që komenton, të mos ato me account User fake. 1, 2, 3, 4. Ato me account fake janë njerëzit më parazit, do me thot, unë e kam në kokën time si janë ato. Discord. Janë tullat. I swear janë tullat. Mund t'jenë diku ke 35, 40 vjeç. Ka vetë moshës tonë. Ka vetë moshës Ore, patjetër që ka, po unë gjithmonë në kokën time kur shoh një user 1, 2, 3, 4, 5, është në kokën time kjo që janë tullat. Pastaj kur janë graj, që kanë dhe foto profili, është e preferuar ai me ajo, po do flasim një ditë tjetër për supportin gra, goc, feminizmin dhe çdo gjë tjetër, por që kështu imagjinoj unë, njerëz pa punë, pa ose mund të imagjino të kesh dhe fëmijë, të kesh dhe grua, të kesh familje dhe të flasësh, të pra i gjithë fokusi jot që ndron tek rrjetet sociale dhe ndron tek njerëz bëni diçka me jetën tuaj, lërni njerëzit të postojnë, të kënaqen. Sepse në fund ditës ato I marrin lekë, tu s'merrni asgjë në jetën tuaj, s'fusi gjë në xhep, shifni, bëni ndonjë punë, rrini me fëmijë, me grua nëse keni, nëse s'keni, dhe kështu. Mos u merrni me këto budalliqe se janë pa lidhje. Dhe unë mendoj që ne asnjëri prej nesh, në momentin që haset me komente negative, mendoj që me këto komente negative thjesht t'i kalojmë edhe ta mbyllim telefonin fare, nuk kemi pse ta ndjekojmë fare, duke qenë se vijnë nga persona të cilët nuk kanë zgjedhur na I thon atë mendim dhe atë gjykim përballë. Kështu që këtu fillon. Dhe si e përmendi dhe Livia, ato shumë ditë janë me akante fake. Që do thotë nuk kanë as guximin të të shkruajnë ty në komente negative me akauntin e tyre, me akauntin personal. Kështu që mendoj që nuk do t'ju ndikoj fare. Jo vetëm neve, si adoleshent, po askujt. Njerëzit janë të lirë të bëjnë çfarë të duan, të mendojnë çfarë të duan, dhe unë dua të them diçka tjetër. Unë esi me këtë parim. Në momentin që nuk ke asgjë pozitive për të thënë dhe për të komentuar, më mirë mos e komento fare. Më mirë mos thuaj asgjë. Më mirë se sa ti të shpërndash negativitet, më mirë mos thuaj gjë fare. Ose në momentin që ti do të parashtrosh një mendim, të bësh scroll, nuk pëlqen. E para, kjo e dyta, në momentin që ti ke ndërmend të bësh një koment, bëje në një mënyrë pa prekur askënd. Pra bëje në mënyrë pak më të censuruar. Thuaj mendim dhe jo gjykim, sepse janë një fije holl që I ndan, po kanë dhe ato diferencën e tyre. Kështu që unë kështu mendoj, në momentin që s'ke asgjë të mirë për të thënë, më mirë bëj scroll, mos thuaj asgjë fare. Unë para ca kohësh pata dalë në një intervistë duke bërë grep. Po, është një e kam parë. Po, vonë e pas. Tek të ri nuk e vlerësuan, besoj, në? Neve, pra, në grup mosha jo, nuk e vlerësoj. Nuk e vlerësuan fare, madje kishin një qasje shumë të çuditshme. Sepse thonin që unë e kuptoj që ndoshta grepi, të bësh grep është në shoqërinë tonë shumë për femra, sepse nëna tona kanë bërë gjatë gjithë kohës dhe nuk e ka bërë kur, për shembull gjyshi ose babi. Por nuk mendoj që grepi edhe shumë gjëra të tilla kanë gjini. Nuk kanë gjini. Eksaktësisht. As sportet nuk kanë gjini, nuk mendoj që kanë gjini, as grepi në këtë rast nuk ka kanë gjini. Të mund të bëjnë të gjithë, është diçka që ti gjen veten tatë, bëje. Shumë faleminderit Emanuel që ndave si eksperiencë personale. Do të pyesja, atë kanë ndikuar këto, pra patën ndonjë çast që ti u mërzitet e ule, pse po I marr këto komente, çfarë duhet bëj më mirë, apo nuk të ndikuan fare? Atëherë, të komentet negative unë I kam lexuar vetëm një herë, sepse thash me vete, mendova atë që tha dhe Livia, ai është një person pa jetë, pa hobi, pa asgjë, dhe thjesht shkruan aty ka gjetur një hapësirë për të shprehur ato mlefet e tij të ditës që nuk I ka ignorancën e tij. Edhe sorry mama që në preva, po një llogitje shumë e madhe për ty që mban gjatë traditat dhe të gjithë historinë tonë si shqiptarë, sepse ne këtu na identifikojnë gjërat e vogla, grepi, traditat, kështu që bravo Manuel.
A mendoni se na kërkohet shpesh të jemi të fortë dhe ku nuk jemi realisht? Unë e marrë me veten time. Ka një moment, duke nisur me tyra, e kam personale me ty. Ka një moment që unë dua të jesh rrinë qetësinë time dhe ndoshta mund të jem e mërzitur, ndoshta s'jam fare mërzitur, thjesht dua të rrinë qetësi. Dhe gjithmonë Raja e para që më thotë, "Ç'a ke? Ç'a ke Oli? Hajde flasim, hajde shprehu, shpjegohu, ç'a ke?" Nuk kam asgjë, kupton? Dhe unë bëj veç që gjithmonë Ja të shpjegoj diçka. Kjo vjen nga fakti sepse unë gjithë kohës jam me parimin që ne çfarë kemi probleme, patjetër, në momentin që robi përballë ndihet i hapur, ti komunikoj. Sepse mendoj që komunikimi është çelësi dhe rruga më e mirë për të zgjidhur problemet, në këtë rast problemet që ne mund të kemi. Dhe komunikimi i problemeve mendoj që na ndihmon shumë. Pra ne kemi mbas komunikimit problemeve, e kam vënë re nga eksperjenca ime personale që ke një lloj lehtësimi, si të thuash. Edhe në momentin që mbase robi shkë përballë nuk mund të jetë suportues as pak ose nuk mund të zgjidhë zgjidhje. Thjesht fakti që ti e di që ke një person që është aty për të dëgjuar, të paktën, pra minimumi është për të dëgjuar shoqërinë tonë për problemet që mund të hasi shoqja jon apo shoku jon i ngushtë apo i afërt. Prandaj më ndodh kjo me ty Lidia. Dhe sepse Livia ka shumë problem pjesën e komunikimit. Pra nuk zgjedh shpeshherë ta komunikoj problemin, zgjedh ta mbaj për brenda dhe mendon që ajo është zgjidhja e problemit. Pra ta mbaj për brenda edhe ta zgjidhë vetë me veten e tij. Sepse mendon për mua në këtë rast, sepse nuk do që unë ngarkohem, por unë kam për kënaqësi të dëgjoj jo vetëm problemet e Liviës, por çdo problem tjetër, patjetër, në momentin që edhe unë jam e qetë edhe jo e përgarkuar me jetën time personale. Kështu që, se s'po thoja dhe unë, patjetër që na kërkohet, unë kam diçka me veten time që e bëj shpeshherë. Unë kur jam e mërzitur, e lej veten time të mërzitem. Domethënë, nuk mundohem që jam të një mërzitur edhe të bëj diçka që të miki. Jo, sepse e di që do më kthehet prapë mbas një momenti. E lej të qetësohem, të miki ajo mërzia dhe kur jam e lumtur, nuk është se ndodh në gjitha emocionet që unë përjetoj, i lej të iket, ti përjetosh, është përjetoj. Dhe nuk është se detyroj veten që Liv qetësohu tani dil, pi një kafe, bëj diçka. Jo, jam e mërzitur, dua të rri veten, ta qetësoj trurin tim dhe mbasi më kaloj mua mërzia, e marr ai telefon dhe i them hajde dalim pi një kafe, pse jo? Why not? Pse mendoni që shumë të rinj nuk i komunikojnë problemet e tyre apo problemet e shëndetit mendor? Siç e thamë në fillim, në shoqërinë tonë shëndeti mendor konsiderohet tabu. Sado që ne nuk duam ta pranojmë këtë fakt, kështu është realiteti. Ndoshta heshtjen e shohin si zgjidhje, ndoshta heshtjen e shohin si mbrojtje, ndoshta e shohin si rrugën më të mirë, sepse ato mund të mendojnë se askush nuk mund t'i kuptojë dhe vetëm duke heshtur dhe duke mbajtur problemin e tyre për brenda, ndoshta do të dalë një zgjidhje. Por kjo nuk është e drejtë. Nuk është e drejtë as për personin që po vuan, nuk është e drejtë as për familjen e atij personi le të themi. Ti duhet të komunikosh për problemet e tua dhe komunikimi është e vetmja mënyrë të hapesh për ndjenjat e tua me persona të duhur sigurisht dhe të gjesh një zgjidhje reale. Është vërtet, se ne shpeshherë mendojmë që ne problemet të tjerët na i zgjidhin duke shti fallë në thonjza. Pra, ne në qoftë se nuk i komunikojmë problemet tona, nuk kemi se si të presim nga të tjerët që ne t'i zgjidhim. Më kupton dhe ta kuptojnë. Kështu që kryesorja është që ne t'i komunikojmë problemet, patjetër, e thash edhe pak më parë po e përsëris prapë, në personat dhe në njerëzit që ne ndjehemi të hapur dhe komod për t'ia komunikuar problemeve. Në momentin që ti nuk ndihesh ta thuash, është super okay, e thua në moment të dytë kur ti t'jesh më i qetë, edhe kur gjesh personin e duhur për ta komunikuar si problem. Mund të jetë familja, mund të jetë shoqëria, mësuesja, nëse ti ke relata të mira, psikologja e shkollës, të gjithë të tjerë, të gjithë komunitetet e tjerë, edhe të gjithë personat që ty të rrethojnë gjatë jetës sënde. Ka persona që në vend se të mos thonë asgjë thon shumë. Edhe kjo është një problem për mendjen. Se po ti ndash të gjitha sekretet e shpirtit tat, po ti thush gjitha gjërat që ti ndjen, gjitha mendimet e tua, normalisht që njerëzit do t'i keq përdorin. Është okay t'ia thuash një personit caktuar, por për mendimin tim nuk është okay t'ua thuash të gjithëve. Duhet të kesh edhe disa gjëra sekrete. Jo, në ndarjen e problemeve, patjetër unë mendoj që duhet të jesh pak selektiv, duke qenë se duhet ta njohësh personin, duhet ti besosh personit, ta dish pak a shumë çfarë mund të mendojë ai për këtë problem që ti mund të kesh,
a mund ta kish përdorja apo jo, se patjetër nëse ai person e kish përdorur atë problemin tënd, patjetër që do bëhesh më keq e do ketë pasoja më ndryshme. Pasojat që përpara, nëse ti nuk do ja komunikoje si problem, nuk do të ishin fare aty. Kështu që prandaj. Për ty një si mendon, a është e rëndësishme që ne të komunikojmë problemet tona në çdo moment apo mendon që ndonjëherë do të marrim kohë vetën tonë dhe të zgjidhim edhe pak vet? Më do flasë atë që bëj vetë. Po, Unë nuk i komunikoj direkt të drejtën. Mundohem një herë, nëse shoh një problem që mundem ta zgjidh vetë, mundohem ta zgjidh vetë, pa shqetësuar të tjerët të rrethit tim, familjes time, kudo që më kam afër. Nëse e shoh që ky problemi po bëhet më i madh, më serioze, unë nuk mundem do ta bëj vetë, patjetër që duhet ndihmë. Edhe tjetër shumë bukur, duhet jemi selektiv të ato që i shpejmë ndihmeve, sepse unë nuk mund të shkoj ke dikush që kam ty ti që e njoh, edhe ti them, unë kam një problem, tu do ma zgjidh. Patjetër që jo. Unë shkoj tek njerëzit që unë e di, i kam nxit probleme, më kanë nxit probleme të tjera dhe e di që do e kem aty mbështetje. Qoftë edhe për ta dëgjuar, ndonjëherë ke nevojë thjesht të dëgjohemi pa u shëlluar. Patjetër. Këshillat ne mund t'i Thjesht ke nevojë të shprehësh. ke nevojë të shpreh, patjetër. Doja në fakt përmendja pak edhe pyetjen që bëre shpar. Unë mendoj që shumica prej nesh i fshehin ndjenjat dhe nuk i tregojnë sepse nuk gjejnë mbështetje. Domethënë, ne si gjimnazist, ti nuk ke mbështetje as në shkollë, as nga psikologët, as nga punonjësit social. Të rrallë janë njerëz që kanë fatin të kenë dhe mbështetje nga familja, patjetër sepse duhet ta flasim që jo çdo familje është suportive ndaj fëmijëve të tyre, patjetër shoqëria varet me çfarë shoqëri e rrethosh. Patjetër. Sepse ti mund të thuash unë kam një shoqëri shumë mirë, shumë bukur, po ajo shoqëria jote ti nuk mund ta hap, nuk e hap dot horizontin tënd më shumë dhe të shohësh që ndoshta shoqëria jote që ke po të bën keq. Si shoqëri tjetër. Kështu që Prandaj mendoj që nuk kanë mbështetje dhe mundojnë t'i fshehin ndjenjat, të bëjnë sikur janë mirë. Po. Prandaj dhe përmenda pak më parë që neve për ndarjen e problemit do të jemi pak selektiv, do të marrim pak kohë për veten, edhe të njohim personat si fillim, pra ta dim me kë kemi të bëjmë në fillim, dhe prandaj dhe pastaj ndjes. Dhe pastaj, nëse ne shohim që kemi krah mbështetëse dhe ata si persona janë suportiv, dhe janë aty si fillim për të na dëgjuar dhe më pas për të na këshilluar, nëse ka hapësirë për këshilla, më pas ne mund të komunikojmë problemet. Patjetër që po. Ka raste, është e vërtet, që ka raste që nxënësit ose bashkëpunëtarët tanë, nxënësit e nënvjeçares apo dhe në gjimnazit, shpesh na ndodh që ne mendojmë që nuk kemi mbështetje, se ndonjëherë nuk na duhet vetëm mendimi i grupmoshës tonë. Kemi nevojë për një kundërshtim tjetër, kemi nevojë për një mendim një të rrituri. Që neve i referohemi familjes, nëse nuk e gjejmë te familja, do i gjejmë në shkollë, tek psikologët e shkollës, tek punonjësit sociale. Por shpeshherë na ndodh që ne jemi shumë të dishme që tek psikologët mund të jenë mirë. Dhe kjo mendoj që vjen nga besimi i ulët që ne kemi si grupmosh për jo si grupmosh, në fakt për të gjithë nxënësit, mendoj që besimi është i ulët. Dhe jo për fajin ton. Nuk dua ta them për fajin ton fare, sepse mendoj që është për fajin e tyre. Pra po flasim për psikologët e gjimnazeve tona. Po, të kem parasysh mendoj që solucioni i problemeve tek psikologët vjen nga faji i tyre. Dua ta them. Po, sepse nëse ata do tregoheshin më të hapur me ne, do bëhen biseda të shpeshta, si fillim çdo nxënës ta njihnin kush ishte psikologja e shkollës dhe kush ishte punonjësi sociale, se ka dhe raste që nxënësit nuk janë dieni fare se kush është dhe çfarë bën ajo në shkollë, çfarë roli ka. Kështu që janë raste që ne kemi hasur dhe vet. Kështu që mendoj që vjen nga ata. Mund të ata dërgojnë më të hapur, më të lirshëm, sepse në fundit atë punë ka. Me rrogën për atë gjë. Nëse të tregosh pak më profesional, mendoj që ne nuk do të kishim kaq probleme të tekstuara. Pra në momentin që takimet ndjes, pra në momentin që takimet do bëheshin më të shpeshta, nxënës psikolog, do ishte një zgjidhje shumë efikase. Sepse mendoj që gjërat janë të lidhura zinxhir. Mendoj që nga mosbesimi që ne kemi tek ata, do të probleme, nëse ne do kishim do ndjeshim më të lirshëm, më të hapur, do i komunikojmë problemet, psikologja do viziontonte nxënësit që mund të ishin problematik, që si pasojë shkaktojnë situata jo të hishme dhe as pak për moshën tonë. Mendoj që ishte zgjidhja më e mirë. E ke vënë re sa herë që po flas për shkollën
tonë që jemi në aktualisht, sa që bën aktivitete ndaj bullizmit, ndaj dhunës, ndaj problemeve shëndetësore, ndaj çdo gjëje që ka lidhje me këtë gjë, gjithmonë ti shef janë të njëjtit persona dhe janë të gjithë persona nxënësit e dietës, nxënësit e urtë, ato që nuk e bëjnë llafin dysh, nuk kenë asnjë vend, nuk ka gjithë përfshirje. Nuk ka gjithë përfshirje dhe unë mendoj që në këto aktivitete ndaj bullizmit, ndaj këtyre lloj problemeve që ne hasim çdo ditë duhet të jenë bullizuesit që ta kuptojnë, të mësojnë diçka. Jo të jetë një nxënëse, nuk dua ta them kështu, po një nxënëse që mund bullizohet. Duhet të jetë bullizuesi aty. Jo ajo që rrin aty, merr atë dietën dhe është shumë në rregull me jetën e vet. Pra aktivitetet të jenë gjithë përfshirëse po thua. Patjetër. Jo gjithë përfshirëse, duhet të jetë ai njeri që e bën atë gjë duhet të jetë aty të mësojë diçka. Mendim ka dy probleme me shërbimin psikosocial në shkollë. Problemi i parë është se ka vetëm një psikolog, le të themi, për 400 nxënës. Dhe ta marrim shembullin nga. Shiko, nuk është dhe fare tyre, se është edhe kjo. Me vërtet nuk kanë, mbas edhe nuk kanë mundësi komunikimi me ne, duke qenë se janë dhe shumë nxënës. Janë shumë nxënës. Dhe kjo. Pra, nuk e kanë mundësi që ata të bëjnë takime të shumta. Psikolog, nxënës, në një shkollë është shumë i ulët, nuk ka mjaftueshëm psikolog për gjithë ato nxënës dhe për gjithë ato probleme. Pastaj, problemi i dytë është se temat që ato trajtojnë janë shumë temat e rrezoruara, edhe të mërzitshme. Po, të mërzitshme. Bullizmi. Bullizmin e kemi marrë që në 9 vjeçar, që në klasë të dytë mund të them, pa gënjur fare që kemi filluar të bisedojmë për bullizmin, tani të pyesësh këtë duash të gjithë dinë çfarë është bullizmi. Dhe, siç tha dhe Livia, është problemi me gjithëpërfshirjen, me selektimin e nxënësve problematik, që të merren një herë me ato që po hapin probleme në shkollë. Kjo vjen si pasojë sepse ato nuk zgjedhin t'i takojnë në tjera rastesh. Në momentin që do kishin takime të shpeshta, unë e thash pak më parë, që do evidentonin ato rastet problematike, pra nxënësit problematik, që si pasojë do sjellin sherrë në shkolla, që po ndodhin me masë tani. Bëjmë nga shkolla, sjellin jo sa kemi parë. Po pra. Atëherë doja të pyesja pak. Çfarë sugjeronit ndonjë adoleshenti që vëmendalisht mund të jetë keq, pra nuk është mirë emocionalisht, mund të ketë probleme të tij, çfarë sugjeronin përgjithësi? Unë do i sugjeroj atë që kam përdorur dhe vetë, që më ka ndihmuar që të dal nga ajo guacka ku kam qenë, nga ajo momenti negativ i jetës time. Unë kam biseduar, realisht kam biseduar me prindrit. Komunikimi, siç e thamë edhe shumë herë të tjera, është urlitse për çdo marrëdhënie. Urlitse për çdo marrëdhënie, është çelësi i gjithçkaje. Ndaj, nëse ke një problem, gjej personin e duhur ku mund të shprehesh, gjej personin e duhur që ti e di se mund të jap një ndihmë. Edhe nuk është të thënë që ti gjithmonë të gjesh një zgjidhje për problemin që ti ke. Nga një herë ke nevojë thjesht që dikush të të dëgjojë, ke nevojë që dikush të të mbështesë, të të përqafoj kur ti qan. Dhe kjo është më së mjaftueshme që të të bëjë të ndihesh më mirë. Edhe me shpresë mund të dalësh edhe nga ajo gjendja depresive që mund të jesh. Po për ty Livia? Çfarë sugjeron të rinjve? Unë jam shumë dakord me këtë që tha Emanueli, por mendoj që duhet merrem me aktivitete që ato kanë qef. Dikush mund të pëlqej muzikë, dikush mund të pëlqej pikturë, dikush mund të pëlqej, ku di unë, aktivitet fizik. Ky nuk është rasti jo se duket që në pamin tonë. Jo aktivitet fizik, thjesht një hobi që ato e kanë qef patjetër. Pse jo aktiviteti fizik dhe të flasim. Patjetër që duhet të flasim me pikë dhe mos harrojmë edhe faktin që njëti një buzëqeshje për çdo herë që jeni të mërzitur. Pozitivitet. Mos harrojmë edhe faktin që problemet që ne mund të kemi janë shumë normale, pra janë shumë të kuptueshme dhe nuk duhet i konceptojmë si probleme madhore. Pra, gjithçka mendoj që është me mendjen tonë. Edhe episodit e aktit që ne mund të kalojmë, që përmendur pak më parë, dhe çdo mërzitje tjetër e momentit, pra mos e bëjmë të madhe. Gjithçka mendoj që e ka një zgjidhje dhe gjithçka do kaloj me kalimin e kohës. Unë zgjedh si Emanueli, që përmendur pak më parë, dikush më mbështet në fe, siç është rasti jon. Por gjëja tjetër që unë bëj është komunikimi. Mendoj që komunikimi është bazë. Unë e thash dhe pak më parë, unë e kam shoqërinë, mendoj që kam shoqërinë e duhur dhe e kam atë shoqërinë mbështetje ku unë zgjedh të flas dhe zgjedh të komunikoj problemet. Por që për dikoj që mund ta ndëgjoj në këto momente dhe mund të jetë keq, pra mund të ketë probleme, jam e sigurt që problemet do zgjidhen me kalimin e kohës.
mund të uleni me veten, mund të bëni një bisedë me veten. E bën ti Livia? Unë e bëj shumë unë shpesh. flas shumë me veten. Është zgjidhje për shumë probleme që ne mund të kemi. Pra të flasësh me vetë, edhe ti shkruash problemet. Ti shkruash problemet, ti komunikosh problemet, është super gjë, është super ide, është super metodë. Po. Kështu që Edhe duhet jemi vërtet shumë falënderues për çdo gjë që kemi një se unë thashë pak një çfarë me shaka, po vërtet ka njerëz pa shtëpi, ka njerëz pa që nuk ka mundësi të arstimohen, të ushqehen, të kenë një familje dhe unë falenderoj gjithmonë Zotin që i kam dhe gjithmonë këto problemet e vogla them, ha se do kalojnë, nuk ka gjë që nuk zgjidhet. Në momentin që ke shëndetin dhe këto gjërat e tjera që ne i kemi shëshur Zotit, çdo gjë kalon. Nga një herë kur mendon problemet që ka bota, thua që problemet e mia janë asgjë. Edhe realisht kë kënd vështrim ndihmon, shumë herë ndihmon që të dalësh nga ajo gjendje e keqe që je. Ndihmon. Edhe pastaj ne duhet dim që jo gjithmonë duhet gjejmë zgjidhje për problemet tona, nga një herë thjesht duhet të mësojmë si të jetojmë me to, ose si të përballojmë ato më së miri. Tani për fat të keq, se unë nuk kënaqja pa mas, është mbyllje, kështu më duhet ta mbyllen episodin të parë. Unë ju falenderoj pa mas që ishit këtu me mua. Emanuel, shumë faleminderit. Livia, shumë faleminderit. Shumë kënaqësi të isha sot me ju. Ne do shifemi prapë, po këtu do jem dhe po nuk kam kamera këtu mbrapa, guys, kështu që Emanuel, shumë faleminderit për çdo mendim që dhe jam shumë e lumtur që ne këtë temë mendoj që trajtuam pa gjykim dhe pa tabu. Ky është episodi i parë në adoleshencë. Shumë faleminderit për vëmendjen e treguar dhe ne do të jemi këtu prapë në episodin e radhës dhe në të gjitha episodët në vazhdim për të trajtuar si kjo temë, pra shumë të shëndetshme dhe shumë të vlefshme.